Ditë më parë, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti njoftoi se municionet e para të fabrikës së municioneve që do të ndërtohet në Gjakov do të prodhohen në fund të vitit 2026. Qeveria në detyrë e Kosovës me 27 nëntor miratoi kërkesën për shpronësimin e pronave të ish kombinatit bujqësor Ereniku për ndërtimin e zonës industriale në Jahoc të Gjakovës, ku do të ndërtohet fabrika e municioneve. Me këtë japim rrugën e terren ndërtimit të fabrikës së municioneve, të parës të llojit të saj në Kosovë që do t'i shërbej ushtrisë tonë, do ta mas siguri, do ta arrijë sigurinë tonë dhe do t'i ngrejë edhe më tej kapacitetet tona mbrojtëse, tha Kurti në fillim të mbledhjes. Ndërkohë, në nëntorin e vitit të kaluar, qeveria kishte njoftuar për nisjen e procesit për hapjen e një fabrike për prodhim municionesh dhe për laborator për dizajnimin e fluturakeve pa pilot, të njohura si dron. Po ashtu edhe në dhjetorin e atij viti, qeveria e Kosovës nënshkroi marrëveshje me prodhuesin turk të industrisë, Makin Kimia Industri, për themelimin e një fabrike të municioneve në Kosovë. Ndërtimi i kësaj fabrike, për të cilën kemi kontratën nënshkruar me prodhuesin turk MKE, do të përfundojë brenda vitit të ardhshëm. Municionet e para nga kjo fabrikë do të dalin në fundin e vitit 2026. Përveç fabrikës së municioneve, kjo zonë industriale do të shërbejë edhe për investitorë të tjerë me të cilët jemi në kontakt dhe do të prodhojmë lloje të ndryshme të produkteve ushtarake, dronët ushtarak dhe civil made in Kosova, tha Kurti. Ky lajm u prit mjaft mirë derisa u nënvizuar rëndësia e kësaj fabrike të municioneve ushtarake. Mirëpo si do të ndikojë në aspektin e sigurisë prodhimi i municioneve në Kosovë? Për këtë temë ka folur eksperti Arben Dashevci, i cili tha se prodhimi i municioneve është një lajm shumë i mirë në aspektin e mbrojtjes. Ai potencoi se ushtria e Kosovës po kalon në fazë tjetër, atë të kompletimit të kapaciteteve si ushtri me standard të NATO-s. Municionet e para të fabrikës së municioneve që do të ndërtohet në Gjakov do të prodhohen në fund të vitit 2026. Ky është lajm shumë i mirë, i pritur në aspektin e mbrojtjes dhe sigurisë për vendin tonë. Ushtria jon po kalon në një fazë tjetër, pra në kompletimin e kapaciteteve të plota operacionale si ushtri profesionale me standardet e NATO-s. Do të ndërtohet fabrika e municioneve që mundson plotësimet ose kërkesat e nevojshme për një ushtri profesioniste dhe kjo do të thotë siguri kundrejt pasigurisë, thot Dashevci. Krahas kësaj, eksperti në prononcimin e tij potencoi rëndësinë që ka prodhimi vendor i municioneve ushtarake për ndryshimin e ekuilibrit të sigurisë karshi Serbisë. Është shumë e rëndësishme për Kosovën të ketë prodhim vendor të municioneve në kontekstin e sigurisë aktuale dhe asaj rajonale, sepse tregon seriozitet dhe kapacitete vetanake mbrojtëse. Ky zhvillim automatikisht e ndryshon ekuilibrin e sigurisë në raport me Serbinë, sepse i tregon qartë Serbisë dhe të gjithë atyre që kanë qasje destruktive se ne i kemi kapacitetet e plota mbrojtëse dhe vetëm mbrojtëse, pra ne mbrohemi si shtet kundrejt çdo rreziku që na vjen nga kushdo, qoftë ai, përfundoi Arben Dashevci analizën e tij. Kurse eksperti Fatjon Softa në bashkëbisedim deklaroi se është një zhvillim pozitiv fakti që Kosova hyn si vend prodhues në hartën e shteteve të rajonit sa i përket industrisë së mbrojtjes. Kosova drejt një vendi prodhues dhe hyn në hartën e shteteve të rajonit me rëndësi në industrinë e mbrojtjes. Kompania e kontraktuar nga qeveria në largim me kryeministrin në detyrë Kurti është MKE, kompani shtetërore turke e industrisë së mbrojtjes, me të cilën Kosova tashmë ka një marrëveshje për funksionalizimin dhe ndërtimin e fabrikës. Në fazën e parë pritet të prodhohen municione të kalibrave të vegjël për armë individuale, kryesisht 5.56 mm dhe 7.62 mm, si armët e tipit Kalashnikov dhe pistoletat. Fabrika do të jetë sipas standardeve të NATO-s. Kapaciteti planifikuar do të jetë rreth 20 milion fishek në vit. Vendodhja dhe hapësira për projektin është zona ish kombinatit Ereniku pranë Gjakovës. Në disa raporte jepen informacione se pritet të shfrytëzohen mbi 100 hektar tokë, duke përfshirë edhe disa investime të tjera, përfshirë industrinë për prodhimin e dronëve, shtjellon eksperti. Po ashtu Softa përmendi edhe ndikimet në planin ekonomik si dhe avantazhet në fushën e sigurisë. Sipas tij, kjo fabrikë do të ndikojë edhe në raportet me Serbinë. Në planin ekonomik pritet të ofrohen përfitime direkte, si hapje vendesh pune në fusha si ndërtim, prodhim, testim, si dhe përfitime indirekte në logjistikë dhe furnizim. Avantazhe në fushën e sigurisë janë furnizimi për FSK-n, duke ulur varësi nga importet e municioneve bazë. Mundësi për eksport në tregjet e specializuara mund të krijohen nëse kapaciteti dhe certifikimet sipas standardeve të NATO-s e lejojnë këtë gjë, duke shtuar të ardhurat valutore në buxhet. Hapja e një fabrike municionesh ngrej edhe shqetësime për çështje politike dhe të sigurisë, sidomos në marrëdhëniet me Serbinë. Në fund, eksperti shton se në rajonin e Ballkanit vetëm disa shtete kanë prodhim municionesh. Ai përmend disa prej tyre derisa thotë
se tashmë Kosova ka fatin të hyjë në këtë kategori. Në Ballkan operojnë disa shtete në industrinë e prodhimit të municioneve si Serbia, që është prodhuesi i njohur si Krusik dhe Zastava, sistemi integruar prodhimi dhe eksporti, Bosnia dhe Herzegovina me Igman, që prodhon municione 5.56 dhe 12.7 mm me rëndësi rajonale, Bullgaria me firmën shtetërore si VMZ dhe bashkëpunime të reja me Rheinmetallin, por rindërtojnë kapacitetet për karikues, guaska dhe fishek të mëdhenj, projekte të fundit për prodhim baruti dhe 155 mm. Rumania përmes Romarm dhe bashkëpunime me kompani europiane ka projekte për barut dhe fishek, ndërsa Kroacia me kompani si Duro Dakovic, ku kryen riprodhime, riparime dhe shërbime teknike që kontribuojnë në zinxhirin e mbrojtjes. Po ashtu Slovenia, Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Malizi, të cilat kanë kapacitete më të vogla ose aktivitete të kufizuara dhe nuk janë prodhues të mëdhenj të municioneve. Shqipëria deri tani ka pasur aktivitet të kufizuar, krahasuar me vendet e mësipërme. Kosova po hyn në këtë kategori, përmbylli Fatjon Softa.